Një temë që ngjall si habi ashtu edhe skepticizëm është interesi i Vatikanit në astronomi. Shumë e konsiderojnë ironike që ky institucion i lashtë fetar drejton një observator astronomik të klasit botëror. Historikisht kisha ka luajtur një rol të diskutueshëm në përparimet shkencore. Merrni parasysh tensionet me Galileo Galilein, djegjen e Giordano Brunos ose qëndrimin zyrtar mbi strukturën e kozmosit shekuj më parë. Fillimisht ju kujtoj që videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Në epokën moderne, Vatikani ka treguar një interes aktiv në studimin e qiejve. Objekti kryesor i observatorit të Vatikanit dikur ishte pranë Romës, por justifikimi me ndotjen e dritës i shtyu zyrtarët të zhvendosnin aktivitetin në një strukturë të teknologjisë së fundit në Arizona. Ky observator ka teleskop të përparuar, të aftë për të studiuar yjet, galaktikat dhe fenomene të tjera qiellore në detaje. Ata që janë të njohur me të kaluarën e kishës mund ta shohin këtë veprim si një shenjë progresi, provë se feja dhe shkenca mund të bashkëjetojnë vërtet. Megjithatë, shumë besojnë se Vatikani ka agjenda të fshehura, të tilla si kërkimi i provave të jetës aliene ose përpjekja për të zbuluar ngjarje kozmike që përputhen me profecitë biblike. Një arsye pas këtyre teorive është një akronim i lidhur me një nga instrumentet e observatorit. Teleskopi i madh binokular pranë strukturës së Vatikanit ka një instrument me nofkën Lucifer. Teoricienët e konspiracionit ndoshta e nxjerrin nofkën nga konteksti, nuk e di këtë gjë, duke i atribuar qëllime të liga. Disa thashë theme shkojnë aq larg sa pretendojnë se kisha pret një ardhje të dytë të Jezu Krishtit në formën e një qenieje jashtëtoksore. Prandaj, ata skanojnë qiejt për paralajmërim paraprak. Këto pretendime mohohen fuqimisht nga astronomët e Vatikanit, të cilët theksojnë se puna e tyre bazohet në kërkime standarde në lidhje me asteroidet, galaktikat dhe strukturën e përgjithshme të universit. Priftërinjtë dhe figurat fetare që menaxhojnë observatorin shpesh theksojnë se kisha është përfshirë në vëzhgimin qiellor për shekuj më radhë. Sipas tyre, kisha kishte interes në përsosjen e kalendarit liturgjik, siç është përcaktimi i datës së saktë të pashkëve çdo vit, gjë që kërkonte monitorim të kujdesshëm të lëvizjeve planetare dhe diellore. Me kalimin e kohës, kjo krijoi një traditë të studimit shkencor që vazhdon edhe sot, gjithmonë sipas tyre. Ata pretendojnë se mbledhin mostra meteoritësh, shqyrtojnë fenomenet e hapësirës së thellë dhe bashkëpunojnë me komunitetin ndërkombëtar astronomik. Megjithatë, këto deklarata zyrtare bëjnë pak për të shuar spekulimet se diçka më shumë fshihet pas dyerve të observatorit. Mali Graham në Arizona, ku Vatikani ka observatorin, është në qendër të një vale spekulimesh të lidhura me UFO-t. Disa shkrimtarë dhe ndikues online pohojnë se Vatikani zgjodhi këtë vendodhje të veçantë sepse është afër pikave të dyshuara të UFO-ve. Zona malore ofron qiell jashtëzakonisht pastër, pak ndotje nga drita dhe kushte të qëndrueshme atmosferike, ideale për punë serioze astronomike, thuhet. Ashtu quajturit teoricienët të konspiracionit pohojnë se vëzhgimi i yjeve në nivel të lartë mund të fshehë gjithashtu një operacion sekret monitorimi të UFO-ve. Një pikë që përsëritet shpesh në intervista dhe blogje ka të bëjë me mundësinë që observatori i Vatikanit është i interesuar në diçka më shumë se sa vetëm shkenca kozmike. Ideja është që zyrtarët e Vatikanit atje mund të jenë duke skanuar qiellin për qytetërime të përparuara ose edhe ardhjen e dytë të Krishtit në formë aliene. Disa shkojnë aq larg sa të sugjerojnë se Vatikani ka njohuri të drejtë për drejta për kontaktet e kaluara me alienët dhe pret vizita të mëtejshme në të ardhmen afërt. Kisha i konsideron këto pretendime se janë thjesht spekulime pa prova të forta. Ajo thekson, pra kisha, se observatori i Vatikanit drejtohet nga shkencëtar me eksperiencë në astronomi, jo nga të ashtu quajturit ufolog ose studiues të përparuar. Deklaratat zyrtare nga observatorit deklarojnë se detyrat e tyre kryesore përfshin monitorimin e objekteve pranë tokës, siç janë asteroidët potencialisht të rrezikshme, si dhe kërkimet të përgjithshme mbi yjet dhe galaktikat. Këto janë të njëjtat lloje projektesh të kryera në shumë observatorë të tjerë në të gjithë botën. Një tjetër deg e teorive të UFO-ve
në lidhje me Malin Graham përfshin praninë e supozuar të instrumentave sekrete ose regjistrave të fshehur që dokumentojnë shikime të fenomeneve të pashpjegueshme. Këto teori shpesh ushqehen nga histori nga jashtë komunitetit shkencor me referenca për informator anonim ose shikime të pabazuara. Sekreti i kishës në lidhje me arkivat e saj lehtëson përhapjen e thashethemeve të pakontrolluara. Sa po bëhet e ditur se disa dokumente janë të mbyllura ose se qasja e vizitorëve është e kufizuar, njerëzit arrin në përfundimin se diçka tronditse po fshihet nga publiku. Mund thuhet që pjesërisht edhe kanë të drejtë për këtë. Megjithatë, astronomët, si brenda ashtu edhe jashtë kishës, argumentojnë se nëse do të zbulojë një UFO i madh, do të ishte pothuajse e pamundur të mbajë sekret në epokën e telefonave inteligjent dhe medjave sociale. Pyetja është, por në qoftë se kjo UFO nuk do ishte e madhe, po do ishte e vogël? Për më tepër, në vazhdimësi, një rrjedhë astronomësh profesionistë nga institucione të ndryshme bashkëpunojnë shpesh në Malin Graham duke e bërë një mbulim, një fshehje pra, si shumë të vështirë. Megjithatë, natyra e largët e vendodhjes dhe reputacioni shekullor i kishës për sekretin i mbajnë teoritë gjallë midis besimtarëve në të gjitha gjërat jashtëtoksore. Një pyetje e zakonshme është se cili është qëndrimi zyrtar i kishës mbi mundësinë e jetës jashtëtoksore? Disa mund të supozojnë se krishtërimi është plotësisht kundër idesë se alienët mund të ekzistojnë në kozmosin e gjerë. Megjithatë, me kalimin e viteve, disa astronom dhe teolog të Vatikanit kanë deklaruar hapur se zbulimi i jetës diku tjetër në univers nuk do të binte domosdoshmërisht në kundërshtim me mësimet e kishës. Por, nuk ka asnjë version zyrtar të qëndrimit të kishës në këtë drejtim. Astronomët aktual të Vatikanit, si ata që punojnë në Arizona, për shembull, sugjerojnë se toka është vetëm një planet midis të tjerëve duke bërë të paktën të besueshme që jeta mund të jetë formuar diku tjetër, larg nga të parit e jetës jashtëtoksore si një kundërshtim me mësimet biblike. Studiuesit e kishës e shohin atë si një provë të mëtejshme të krijimtarisë së pafundme të Zotit. Nuk ka asnjë dogmë zyrtare që e hedh poshtë kategorikisht idenë e fqinjve kozmik. Por, nuk ka dhe asnjë dogmë zyrtare që e miraton këtë gjë. Zëdhënësit e Vatikanit në përgjithësi pohojnë se besimi dhe shkenca mund të bashkëjetojnë, por nuk ka gjëra konkrete në këtë pohim të tyre. Nëse diçka si jeta aliene do të konfirmojë, ajo thjesht do të shihej si një kapitull i ri në kuptimin njerëzor të krijimit. Në fakt, shumë zyrtarë të kishës kanë botuar ese dhe kanë dhënë leksione se si teologjia mund të përshtatet me raportet e jashtëtoksorëve. Por, theksojmë që kisha nuk ka asnjë qëndrim zyrtar lidhur me këtë. Disa teorician konspiracioni pohojnë se Vatikani tashmë zotëron prova të takimeve me jashtëtoksorët dhe po i fsheh ato në arkiva sekrete, ndoshta relike ose letra që përshkruajnë pamje nga shekuj më parë. Pa dokumente të prekshme, kuptohet që këto pretendime ngelen të pajustifikuara dhe si teori ngelet thjesht teori. Qëndrimi zyrtar i kishës është se nuk i janë paraqitur kur prova të besueshme për vizitor alien në tokë. Ky është pretendimi, ose më mirë me thënë, qëndrimi zyrtar. Pra, kisha pretendon se nuk ka prova për vizitor alien në tokë. Shkencëtarët e Vatikanit thonë se janë gati të shqyrtojnë prova të tilla nëse ato dalin në pa. Ata që vëzhgojnë evolucionin intelektual të kishës dhe kuptohet që këta që e vëzhgojnë janë pjesë e kishës, vëren se ajo ka përqafuar nga dalë ato që konsiderohen si të vërteta të rëndësishme të zbuluara nga shkenca, siç është, pretendohet, fakti që toka rrotullohet rreth diellit ose se universi është miliarda vjeç. Gjatë viteve është pohuar se arkivat përmbajnë prova që mund të konfirmojnë ose e kundërta të hedhin poshtë teoritë legjendare të konspiracionit. Publikimi i materialeve arkivore shpesh ndodh pas dekada ngjarjeve përkatëse.
pyetja më e madhe mbetet nëse kisha po e fsheh në mënyrë selektive informacionin që mund të dëmtoj besueshmërinë e saj. Kritikët argumentojnë se nëse Vatikani nuk kishte asgjë për të fshehur, thjesht duhet të hapte të gjithë arkivat studiuesve të kualifikuar. Zyrtarët e kishës justifikohen duke u përgjigjur se ky është një thesar i madh dokumentash, shekuj me dokumenta papnore, letra, dokumenta ligjore dhe shënime personale. Ata thonë se procesi i katalogimit është i ngadaltë dhe se jo i gjithë materiali është gati për publikim. Çdo shtresë e dokumentave të zbuluara mund të konfirmoj ose mohoj thashë themet, por duket se nuk u jep kur fund atyre plotësisht. Pavarësisht nëse arkivat fshehin informacione të rënditshme apo jo, ato ka të ngjarë të mbeten një burim i rëndësishëm misteri për breza të panumurt, duke mbajtur botën duke menduar se çfarë fshihet pas atyre mureve masive të Vatikanit dhe mbi të gjitha, çfarë fshihet në arkivat në bodrumet e Vatikanit. Këtu miq, përfundojmë duke kujtuar që videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Bashkë takohemi në videon e ardhshme.